Moti me shit vazhdueshëm që ka përfshirë Maqedoninë po reflektohet edhe në jehonën e votuesve në raundin e dytë zgjedhor. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në orën 10 është shënuar jehon prej 7.25%, që është jehon më e vogël në krahasim me raundin e parë zgjedhor. Edhe në këtë raund zgjedhor jehon më e madhe po shënohet tek votuesit maqedona se sa tek ata shqiptar. Jehona e votuesve në raundin e dytë të zgjedhjeve vendore deri në orën 10 është 7.56%. Kanë votuar 78.849 qytetarë. Në Shkup jehona e votimit është 7.14%. Jehon më të madhe është shënuar në Strumic 14.47%, ndërsa jehon më e ulët në Tetov që në orët e pare të procesit të votimit në raundin e dytë zgjedhor në Maqedoni janë shënuar parregullsi në disa vendvotime, që përpasoj ka ndërprerjen e procesit votues në ato vendvotime. Parregullsit i ka shënuar edhe lëvizja e qytetare Mos, që po e vëzhgon votimin me 2080 vëzhgues. Raundi i dytë zgjedhor për partitë shqiptare është gati njëjtë i rëndësishëm se sa raundi i parë, sepse përcaktohet fituesi në 4 komunat më të mëdha shqiptare: Tetov, Gostivar, Çajër dhe Struk, si dhe në disa komuna rurale. Në këtë raund zgjedhor përcaktohet edhe fituesi në qytetin e Shkupit, si dhe në disa prej komunave më të mëdha të banuara me shumicë maqedonase.